Arti i gatimit, kek me karrota. Për këtë recetë nevojiten karrota, sheqer, 4 kokra vezë, bajame të grira imët, miell, maja për ëmbëlsira dhe lëkura i një limoni. Të gjitha gramaturat e recetës i gjeni tek faqja artigatimit.com. Vazhdojmë me përgatitjen e ëmbëlsirës. Në një kryerës elektrik, hedhim sheqerin së bashku me miellin e bajameve. I përzijmë për 20 sekonda së bashku dhe i hedhim në një enë qelqi. Marrim përsëri grisin elektrik dhe hedhim karrotat e lara dhe të prera. Shtojmë në mikser edhe vezët. Në fund, hedhim edhe lëkurën e limonit dhe i përzijmë së bashku. Më pas, hedhim masën në enin e qelqit dhe e përzijmë ngadalë. Bashkojmë majan për ëmbëlsira me miellin dhe i sitim si për enës së qelqit. I përzijmë mirë të gjithë përbërësit dhe masën e përgatitur. E jeni dhe ju në faqen e Arti i Gatimit në Facebook dhe Instagram. Do të gjeni shumë informacione dhe këshilla mbi kuzhinën. Masën e përgatitur e hedhim në një tavë të lyer më parë me pak gjalp e miell. Mund të bushim edhe forma të tjera. E pjekim kekun në furrë të nxehtë 180 gradë Celsius për rreth 30-35 minuta. Më pas, e nxjerrim dhe e lëmë të ftohet. Kur e shërbejmë, i hedhim sipër sheqer pluhur. Ju bëftë mirë. Për recetet e regatimi, vizitoni artigatimit.com.